Artan Hoxha është nga gazetarët më të mirë të kronikës në vend. Ai ka bërë investigime që pa gazetarë do të guxonin t'i bënin. Megjithatë, përtej kostumit të gazetarit, interesi më i madh është për jetën private të tij. Si rrallëherë, ai ka folur për diferencime të mëdha që kanë gazetarët në rroga, por më tepër ka treguar dhe shtëpinë ku jeton vet. Ai tha: "Kolegët e mi kanë vila nga 500.000 euro deri në 1 milion euro në zona turistike dhe gjithë këtë investim ato nuk e justifikojnë dot me pagën e tyre. Sot ka gazetarë që janë pronar të qendrave tregtare dhe kanë firma ndërtimi. Kjo është e paparë dhe e padëgjuar. Jam nisur shpesh të shkruaj për këta gazetarë, por jam tërhequr se di që do të bëja shumë armiq. Shpesh jam i ftuar në emisione dhe shikoj se sa larg raportimi të vërtet dhe të drejt janë këta gazetarë në studiot e tyre. Në fakt, ato kanë përfituar miliona nga pushtetarët." I pyetur se ku banon Artan Hoxha, ai është përgjigjur: "Unë me familjen time banojmë në një shtëpi 56 metra katror. Është hapësirë e vogël, e di, por me rrogë dhe me ndershmëri në Shqipëri, kaq mund të marrësh. Shtëpinë e ka modeste, madje ndonjëherë ndihem keq kur reporterët e huaj vinë në shtëpinë time për të më intervistuar, sepse ambienti është me të vërtetë shumë i vogël. Çdo qytetar duhet ta di se vilat e pushimit 1 milion euro që kanë gazetarët nuk mund të blihen me lekët e rrogës së tyre."